situata e rënd ekonomike dhe sociale që do ta prej Kosovën dhe ka prekur seriozisht në këtë kohë. Prandaj mund që një ulje të vetëvendosjes në të rezultatet zgjedhore dhe një detyrim të saj që të jetë me një partner serioz nëse do të ketë mundësi që ta bëjë qeverinë. E ka parasysh qytetarët kur shkojnë për të votuar dhe këtë dialog strategjik dhe raportet jo dhe aq të mira të Kosovës me SBA? Në fakt, më lejoni vetëm ta përmendja një fakt apo ju dëgjoj. Po përmende. Në fakt referu informacioneve që neve kemi, unë besoj dhe mendoj që në qeverinë e ardhshme do të kemi ndryshime dhe pritet që në krye të qeverisë ndoshta më ardhë ish kryetari i Mitrovicës e Bedri Hamza, ndërsa president i shtetit në Kosovë do të vi, presidenti i shtetit do të vi shefja e Shishit Vlora Hyseni. Këto informacione kam nga burime ndërkombëtare. Po dëgjoj. Burime ndërkombëtare po thani apo jo? Po, Vlora Hyseni mund të vjen drejt kryetar shteti, presidenti i Republikës Kosovës, si ishte zëvendës drejtoria krizë dhe tani drejtori i Shishit, që do të jetë me një lloj kompromisi të subjekteve politike dhe nikosisht kryeministër do të vije Bedri Hamza qoftë në një marrëveshje me VV-n, qoftë në një marrëveshje me parti tjera, mund të themi që janë opozitare. Duhet përmend një fakt që se pat Vlora mision inteligjencën shqiptare. Është shumë e rëndësishme kjo punë. SBA-ja dhe partnerët e saj projektet e ardhshme, të paktën këto informacione që i vijnë nga burimet që i kemi konsumuar, ka prioritet Kosovën në NATO dhe hartimin e planeve apo strategjive të reja të sigurisë. Presidenti i shtetit Kosovës do të ketë një angazhim konkret dhe serioz dhe në këtë aspekt besoj që Vlora Hyseni do të sillet në Kosovë për të kryer këtë farë lloj, mund të themi këtë farë fazet kalimit Kosovës nga një shtet antare potencial në NATO dhe në NATO. Unë kam thënë dhe do ta përsëris se me ardhen e presidentit të Shtetit Bashkuar në Tiranë, Bush do të shpallet edhe Kosova si shtet antare e NATO-s. Okej, informacione goxha interesante që zakonisht edhe nuk i dëgjojnë. Në 2027-ën, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump do të zbresë në Tiranë në angazhimin që ka ndërkombëtar sa i përket NATO-s, ku do të mund të themi publikoj apo do të paralajmëroj kalimin e Kosovës në një shtet antar të ri të NATO-s. Pra kur më mirë sipas këm pas punë me SBA-t, a? Kjo është një planifikim që ka qenë mund të themi vite më parë dhe se SBA-t gjithmonë zbatojnë ato të cilat janë. A i kemi mirë punë me SBA-t as i kemi aktualisht? Eleze, i kemi apo nuk i kemi punë të mirë me Shtetet Bashkuara për momentin? Kemi të sinqert, jo, nuk i kemi marrëdhënie të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi marrëdhënie natyrale me SBA-n si popull, për politika jonë nuk është në nivelin e duhur me SBA-n. Do t'i përmend 3 argumente. E para, nuk kemi takime të rregullta të institucioneve të Republikës Kosovës me Shtetet Departamentit Amerikan. Madje kryeministri nuk ka zbritur asnjëherë në shtëpinë e bardhë, nuk ka takuar asnjëherë përfaqësues të lartë siç është presidenti apo kryeministri, sekretari i shtetit, dhe gjithashtu duhet përmend faktin që SBA-ja ka ndërprer dialogun strategjik në Kosovën, si dhe ka vendosur mund të themi një pozicion të ri Kosovën në kuadër të strategjisë saj të rejtë sigurisë. Mirë, Eleze, vullnet. Një qytetar të Kosovës me 28 vjetor është dashur me shku në tekutit e votimit të i pas parasysh 2 opsione. Opsioni i parë është tashmë i qartë. Sovranitetin e rujna për vete, e zbatojna ligjin, e zbatojna të drejtën tonë, edhe këshyrëm me ndërkombëtar dhe me sanksione, qysh kena me abo, qysh kena me ndërtu raport. Kjo është teoria, vetëvendosja, edhe ka thonë ato mësë shani pe. Është e qartë dhe më vetëvendosja që ta e ka. Tjetër teori, tjetër opcion, ishtë dosh me kanë. Na kena me shku në Kosova ka me qenë shtet pragmatik, ka me dho dërheqi për disa ekzekutimit të disa drejtave që i ka, për me rrujt partneritetin me Amerikën edhe me BE-n. Fatkeqësisht, as një parti tjetër nuk përdej me thonë këta. A është kjo opcioni i vetëm? Thashtë, Bedri Hamza, vizita e Bedri Hamzës atje. Une e këm po, si është opcioni i dytë, por nuk përmëj me kuptu pëse Bedri Hamza vesh një rresht e ka shkru. Thashtë, nëse do me dalë kundërshtarë, ama, se njerëzit do të me ditë çka po mendon PDK-ja, çka ka me bë PDK-ja. A është Kosova sipas PDK-s e LDK-s opsioni i kundërt i kurtit që Kosovë pragmatike, që nuk shkon më marrë me zyrat e postës e me mshel çdo skut të
se pa o pyet ndërkombëtar për shkak që mos mi prish raportet. Domethënë, që sa letë është me shpjegu, se ekziston që ka narrativa, që për disa detaje s'ke nevojë me rreziku që ka shumë partneritetin. Por pse nuk e kena një disa parti që dalin me thonë që me ma bote të qartë që kjo është alternativa jame, është pak për mu çuditshme edhe pak përshoni fare jo këtë shmerive me marë përgjësi ose pushtet. Nuk janë transparent me votusin, me qytetarët? Ide nuk pëtutën se qëre vizita e Hamzës në Amerikë. Unë mendoj që ka qenë super egoditur politike në momentin e duhur, perfekt, politikisht perfekt, ka ana teknokrate. Si do t'i ndikoj? Problemi është, Gonxhe, ti po shkon në Amerikë, po realizon takim që kryeministri që ti ke po do me mujt, nuk po mundet me realizu, dhe ajt takimi yti është një fjallë u takum. Qëfar do duhej të bënte për te i kësaj u takum? Po du me dit, kër u kanë Hamza atu, po du me dit për Hamzës kërë bata e kryeministër, cila është Kosova, Sebastina? A është Kosova që ka me ngu ndërkombëtarët, po ka me japë dërheqe pak për shkak me rujtë se na patas mujna, apo është Kosova tjetër që është e Albin Kurti që na mujna vetë. Pra, nuk e kanë projektu njësoj Kosovën si kryeministrin detyrë, pra lëvizja vetëvendosje dhe si parti të tjera? Po dhe unë e po thëmë, që çfarë kapitali ka në dorë opozita, dhe më thë ka kapital me